Me rastin e ditës së çlirimit të Prizrenit, komuna e Prizrenit në bashkëpunim me shoqatat e dala nga lufta, sot kanë bërë homazhe në varrizat të dëshmorëve në Landovic. Në këto homazhe bashkarisht ishin edhe shumë familjarë të dëshmorëve, invalid të UÇK-s, përfaqësues të subjekteve politike, si dhe shumë zyrtar e qytetar. Me këtë rast, kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, u shpreh se kjo datë në vete ka dhe një mesazh se respekti për ata që kanë kontribuar për çlirimin e vendit duhet nderuar, sepse vlera e tyre duhet të na obligoj për të shtuar kujdesin për ata që bën kaq shumë për vendin ton edhe për këtë liri. Ka vend për përmirësime edhe më shumë, por në këtë datë rëndësishme, uroj që kjo datë kaq e rëndësishme të kaloj sa më mirë. Të bënë 27 vjet, mirë po ja vlen me kujtu se brezat të tëra, gjeneratat të tëra kanë dhënë kontribut për këtë ditë që na kemi sot, apo ditën e çlirimit. Mirë po duhet me theksu se çlirimi apo liria nuk është vetëm një datë, po është një proces, nuk është një destinacion, po është një rrugtim. Edhe atë çlirim, atë liri që e kemi arrit, këtë shtet që e kemi ndërtuar me ditë që nuk ka ndodhur rastisht, duhet me ditë kush e ka dhënë kontributin më të madh, edhe ndaj atyre që ka dhënë kontributin më të madh duhet të sillemi në mënyrë më të kujdesshme, më të përgjegjshme. Fjalën e kam për ushtarët e Ushtrisë Shëndetare të Kosovës, po edhe për aleat tanë ndërkombëtar, për miqtë tanë ndërkombëtar të cilët e kanë dhënë kontributin po ashtu themelor për mu kriju ky shtet. Sa po punojmë na sot, çysh po sillemi na sot, çfarë çështje kemi na sot, ndaj kësaj lirie, ndaj atyre njerëzve që kanë dhënë kontributin më të madh, unë mendoj që ka hapësinë për përmirësim, sepse duhet të jemi të kujdesshëm çfarë gjumë po përdorim ndaj atyre që kanë dhënë kontributin më të madh, ndaj veteranëve të Ushtrisë Shëndetare të Kosovës, si po sillemi me kërkesat që na vijnë kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë obligimi kemi dhënë vetë dhe sa të përgjegjshëm jemi për me ndërtuar një Kosovë më të mirë për të gjitha brezat, edhe me u lënë trashëgimi një shtet të ndërtuar me institucione funksionale edhe me më pak probleme. Konsideroj që ka hapësinë për përmirësim për secilin prej neve, po megjithatë gjithëve u uroj ditën e çlirimit 12 qershorin, edhe të organizohemi pak më mirë, të konsolidohemi pak më mirë, të krijojmë një tarme më të mirë për të gjithë. General Selim Krasniqi me këtë rast tha se urojmë që kjo datë e rëndësishme është për secilin. Lavdia shkon mbi ata që i dhanë shumë këtij vendi, kurse neve na mbetet që të mos krijojmë ndasi, por të luftojmë për amanetin e tyre që i kishin bashkimin kombëtar. Edhe fal Xhakut që u derdh nga vetë dhe bijat më të mirë të kombit tonë, realisht ne sot e gëzojmë lirin. Natyrisht në këto ditë duhet kemi kujdes. Në këtë ditë do të japim shembull mesazhe shumë të mira edhe të forta që ky popull të jetë bashkë, të mos e shkelim Xhakun i cili është dera për liri, të punojmë me dinjitet, të punojmë me përgjegjësi, në mënyrë që ta forcojmë shtetin ton, edhe të mos heqim dorë nga drejtat tona historike, siç është edhe bashkimi kombëtar, sepse dëshmorët tanë Xhakun edhe jetën e kanë dhënë për bashkimin e kombit ton. Realisht me të vërtetë, siç e tha dhe kryetari, ne nuk jemi në nivelin e duhur të përgjithësisë, nuk është se po punojmë sa duhet edhe si duhet për ta forcuar shtetin ton, mirë po onoroj edhe shpresoj që ne do të gjejmë forcë, do të bëhemi bashkë, edhe bashkarisht ta çojmë amanetin e dëshmorëve aty ku duhet, në mënyrë që ne të jemi krenar edhe me të kaluarën ton, po edhe me të ardhmen ton ndritur që do lëmë breza që do vinë. Kurse në emër të shoqatave të dala nga lufta, Isa Berisha, kryetari OVL-s Deka në Prizren, uroi këtë ditë të rëndësishme për të gjithë qytetarët. Që 12 qershori është data e cila kapitulloi Serbia. Ne si organizat në aktivitete të ndryshme jemi duke festuar këtë datë, duke e ditur simbolikën dhe rëndësinë që e ka. Fillimisht ne kemi ardhur të bëjmë omazhe pranë të meritorëve, të cilët në sajt gjakut tyre ne sot festojmë lirshëm, ecim lirshëm dhe frymojmë lirshëm. Kështu që lavdia i takon gjithë atyre të cilët ranë për lirinë e Kosovës dhe gjithë atyre të cilët kontribuan për lirinë e Kosovës. Kështu që lavdi gjithë dëshmorëve, urime dita e çlirimit qytetit Prizrenit, urime dita e çlirimit Kosovës. Pas kësaj, shumë veteranë me uniforma si dhe përfaqësuesit e komunës dhe të tjerë vendosën buqeta lulesh tek monumenti i lirisë së komandant Remzi Ademaj. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël.
Me izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me izoblok të ri 25 she.